Ervin Saliani u kthye brenda, Gazvend Bardhi mbeti jashtë, pasturi të foltoreve Djani Plan Prishës erdhi në seli me disa ankesa për doktorin e tij, kërkonte revolta dhe jo foltore me muzikë, por Berisha i bëri 2 dhurata për këtë fundvit. Me datën 22 do të thrasim protestë kombëtare. Ata shqiptarë që vinë, ata janë të bekur, të tjerë mund të mos vinë, do vinë më vonë, por ne kur nuk do bëhemi penges për kundrazi, nxitës dhe vetëm nxitës të protestave gjerë ditën e fundit që të krijohet qeveria teknike në këtë vend për zgjedhje të tilla. Thesi dhuratave nuk u hap për të gjithë, Gazvend Bardhi shotit nëpër Amerikë, doktori ankesat i dëgjon, por urdhra nga Amerika e Majt nuk pranon. E mori me rrëmbim, me pasion egzoft. Pa asnjë diskutim ka qenë një gabim i pa diskutueshëm i çdo njeri që ka firmos. Kjo ka qenë një akt i nxituar dhe një gabim i çdo njeri që ka firmos. Gabimi i firmave mbeti jetim, por Bardhi donte ta korrigjonte me një ankesë në gjykatën kushtetuese, por se si dhe kush ankohet ndaj Partisë Socialiste, këtë e vendos vetëm doktori në Partinë Demokratike. Partia Demokratike me këtë rast ndërpret çdo lloj negociate, çdo lloj diskutimi, debati për çdo lloj personi me palën dhunuese.